Dhe unë se zakon merja kisha një çantë kështu si nga sovjetikët e kishim trashëguar, hartën, edhe aparatin fotografik, co buk që kisha marrë me vete, edhe shkoj me post dhe kundër post ishin ato, s'kishte transport tjetër. Dhe merja postën në mëngjes, si shkojmë për kurçë dhe maroja punë dhe kthesha me kundër post. Shkojnë brata jona aty, shkarkojmë aty, kaloj urën, nisem, qof hartën, ku shkalaj, po dukesh ajo. Shkoj deri në farë vendi dhe ishte një hije dhe vendosem atje, kisha marrë bukën me vete, mëngjesin, edhe po shikoj edhe hartën edhe po haja bukën. Kur ndërkohë ndjej që dikush ishte parapamesë, që ka kjo instikti njeriu. I vurat e xhupi tjetër. Kthej kokën unë prapa, shoh njeri me nagaçe, gati. Nagaçet. Me nagaçe. Nagaçe është spat, ti për Spat, Na gjake. unë na gjake. Edhe shohun, po i them ç'ke. Qa bën ti këtu se m'pari me hartë, tha diversanti, e kapa, tha unë edhe mora... Punë arkeologut më mirë nuk mund shprehet. Pa. Por e i tash unë jam arkeolog dhe do shkoj në Kekalajet Seris. Kush ta tha aty Kalajet Seris? I thash unë babaj, si të qyën babaj? Hasan Cega. Po si ore tha, desh brava t'jallën e miku. Kjo është histori e bukur. Kjo është histori shumë e bukur. Jem tek shtëpia e tij edhe deri para ca kohë mbaj mend emrin e personit. Se hinte njëri atë, ka qenë kërthia deri. Është më vrau ai. të punës arkeologut. Që historinë në nësë nga kuqit. Si ishte këtë, dëgjova apo jo? Do ikse me vranadore nga Maja. Jo, Iranies do shkon te Është për juve. Dhe do takonte djalin, kishte djalin në Sazan, ushtar duke. Marinar thuj, jo ushtar, o. Duke ikur me anije për Sazan, anije suj. Ishte ditë e keqe, unë tërgoja dhe rogat. Ishte një natë marinaret i tha. Jo, i badi komandant, i badi shkur timonier, i badi atje dhe... I tha, bio, tha... Malli i qeverisa, mos e fut grupën gropa. Dy historit më të bukura. Një për marinart, një për arkeologun. Kjo është shkurt, thjesht, pa. Po kuçi kishte dhënë që thonin që ta bëj qeveria autobusin kështu më ballë, ta bëj Të kuqe dhe të vishë. Jo, shoferi ta ketë emrin Ylli kanë ata. Autobusi tjetër për stërë, ta se do në gjithë Unë më të dhe papa. një 3 muaj në kuq që bëja kontrol në akës, puna në banë në Vlorës. Edhe më tërguar një historinë. Mësusja të vini nga Vlora dhe shkëra një në muaj ikin në shtëpi. Po do t'ja do ditë, mësusja kisha dhau një vajzë atje, edhe ishte momenti që autobusi do nisaj, baba i vinë qandej, gjën qupën duke qasë aqesha, qëndra kuqit. E to qa këti, e to da më rau mësusja tha se s'kisha mësuar mirë. Verde aje, ti më, ajde këtu ti mëhe. Dhe thot, kur bë? Se ma këra u vajzën, për tha, nuk kam mësuar, sa dhe mund të mendoj se të një muaj dhe ty. Gjo këtu më di. Qa ishin trima, i hëngri lufta. Qa ishin zgjuar vajtën në Tiranë, këtu kanë bërë budalin. Po punon do të mirë, po të punon. Dëgjo, këtë më bet e bën edhe Ramet pas, dëgjo, Ramet pas dritrojt, unë pata shansë që e regjistrova para se të vdiste. Ja kam marrë sekretet e fundit që nuk i publikoj të shi. Po në regjistro. mirë. Ja, ne Nuk e... edhe në leje. Nuk e... Vetëm do duash regjistruar me lejen e tyre, se mos thoshin. Pa jo, unë do ta sjell, dëgjo, do ta sjell DVD-n tande, këtë që po regjistroj, do ta sjell ty, ti bë çfarë dush pastaj. Unë di një gjë që unë këtë buri kemi shërbyer me dhëmën Shqipërisë. Kemi bërë ca reforma thjeshta, reformat e mëdha i kanë bërë ilirët në perandorinë romake. Çfarë bëri ai për shkak? Diokleciani ndau perandorinë në 4 pjesë, se pa që nuk menaxhoi. Nuk menaxhoi. Dhe këtë si, është si ai që zbuloi Amerikën. Kristofor Kolombi. Që tha me vezën. Po tha veza qëndron nëse e thyen në fund, apo e di atë histori. Kështu gjë. Arben Malaj është themeluesi i ekonomisë kapitaliste, sepse Berisha, që desh themelonte ekonominë kapitaliste, në vend të bënte bankat, bëri firmat piramidale, apo jo, dhe rënoi. I pari që krijoi bankat sistemin e bankave private ishte Arben Malaj. Edhe natyrisht dhe kryeministi i tij që ishte reformator. Ishte mund i hapur ai. Ishte mund i hapur, bëri universitetet private, bankat private.
median private që se ekziston, apo dhe këto janë tre elementet arsimin privat, që është prapë elementi i shoqërisë, Ja kam pash. mirëfillt të konsumit, do themi kapitalizmi që quhen. Kjo është baza. Unë çfarë bëra një reformë shumë thjeshtë. Kur shkova unë, forcat e policisë ishin pjesë e forcave ushtarake me kushtetutë. Tash këto janë forcat civile. Ligji ka qenë një lloj. Ligji. Tash këto do quhen shërbim civil, siç është sot. Nuk ka grada. Dhe dyta, tash ministria bën politika dhe nuk bën menaxhim. S'mund merret ministri me, do kapet ky kriminal apo do arrestohet ky. Me atë merret drejtori i policisë. E hoqja nga ministria drejtorinë e përgjithshme të policisë. Dhe u bë ajo që sot. Ministria bën Profesor Predmond Kosenin, çfarë mendimi ke? Shiko, ishte heroi i Jo tash të më thuash tash. Sot nuk e di kur. Është pa punë. Mirë, po. Është pa punë tash. Ishte heroi i kohës. Është shoku im. Po. Po pra ishte heroi. E pra, e kapi kallashin në 97. Edhe shiko, kam përvojën e vet që them. Unë shkova në atë kohë bëra se isha kandidoja në Elbasan, shkova në Sërrik. Arreste shtetit. Shkova në Sërrik, ku ishin këto, do të kishin armatose, kam dhe atë fotografinë që kam dalë bashkë me ata njerëzit armatose. Po ishte koha. Se ka dalë dhe Prodi. Sa është parë. Ai. Dhe pastaj do shkojnë në Peqin. Dhe më ka pritur sa kalova shkëmbinin dhe gjej një oficer policie me një makinë vetë. Dhe po më shoqëroni këta Cërriksit me automatik. I tha atyre, di ç'keni ju, tha ktheu mbrapa se këtu jam unë. Filli vetëm. Ka qenë shef ndërlidhje në degën e Peqinit në atë kohë. Ka qenë ai përpara, pastaj u bë shef, po. Dhe aty e kuptova unë që ai ishte policë me Tashi ta lesh pa punët e çfarë do të thënë? Ku është përgjegjësia e shtetit? Ku është përgjegjësia e shtetit? Kisha për detyrë bashkë me sa shokët e mi t'ju jap votën. Bëni çfarë doni me atë votë, shiteni, votoni 90%, 99% është. Ai ishte policë shumë i mirë, ka një problem që duhet ndihmuar të kuptonë që punën si polic do ta bësh pa shkelur të drejtë. Okej, ku atë kriza ka nxjerrë në Policia polici Shumë çik arrogant me ato që Tashi ta lesh pa bukë. Shiko, ai kishte avantazhe që ishte njëri mirë, ai ishte avantazhe që ishte njëri trim, ai nuk ishte në rrugë, ai merr dhe ajustohet. Po pa bukë mos e le pra. Jo, atë pushuan. Atë do të thonë, shiko, kjo metodë ka marrë punë. Tani futu ndërvjet. Dhe ata janë njerëz që kanë ajustohet, bën drejtues shumë të mirë. Nuk është vetëm ai, janë dhe të tjerë. Janë shumë. Okej. Po për arkeologjinë në New York, çfarë mendimi Tash ke? po futemi në kanal kort. Ne jemi akoma në identifikim. Pra në jetë mbytura në hapësirën tonë ujore, çfarë mendimi ke? Me dhjetra. Po çfarë mendimi ke si mund të menaxhohen nga shteti shqiptar? Ne kemi parimin. Ne kam blerë me Tiranën në Paris në 2005. Më tha do ta bëj Komandantin e morën vesh një patriot të Hollandit, të Ballës. Edhe kjo që Se e kam te lagja unë atë, pa një natë, në ora 1 natës ishte vetëm aty në lagje, se është një tunel. Pra Adrian Anastasin. A gjesim pa, sikur i vajta ati unë do i bëjnë angjolla, më bëjt ka për altim. Është? Shkodranën duhet ta këshillosh, djali i ri ne kemi ri për vend. Po shkodranët janë pjesë e zgjuar. Dhe di pse janë zgjuar, dhe mua më ka shërbyer një jetë se të mallkojnë duhet lavdëruar. Do mallkim e lavdërim nuk është gjë e kollajsh, ne duhet vetëm njerëzit e mençur. Sa ata shumë nuk thonë si ne vlonjave, të bëfsha motën, bëfsha këtë, bëfsha atë. Ata thonë se vetë janë qejf. Me Shkodron tona i bon. Është apo jo? Shkodron tona i bon. Është filozofik kjo. mbasi u martua ta Holandi, ajo ka qenë takimi i fundit. Dhe Unë kam rrit vetë, kam marrë kryetarë. me çfarë libra? Hë? Çukas. Po bëhet rruga atje, E vazhdo. keni ke shtëpia të Holandit? Po, kam qenë. Profesor ishte kjo? Jo, mos aman. Është erë me visë të bardhë. Aman atë mos Po dëgjojmë ata. Ai ka ca njerëz mrekullueshëm. Ta Holandi, ta Holandi na ka harruar fare. Është Holland, është. A do lutem. Është